Tirana u kthye këtë të premte në kryeqendrën e shqiptarisë. Unë jam UÇK! Në moton Unë jam UÇK, liria ka emër, liri për çlirimtarët. Mira qytetar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe diaspora u mblodhën në sheshin Skënderbej në një protestë mbarkombëtare për lirimin e ish kryeministrit Hashim Thaçi dhe krerëve të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët prej 5 vitesh po mbahen në dhomat e specializuara në Hag. Gjithati duke u betuar, ta lirim besën për shpëtim. Nga djali i Hashim Thaçit tek familjar të ish krerëve të tjerë, ish veteran të UÇK-s, personalitete të larta nga të gjitha trevat shqipfolce, të gjithë në Tiranë për një mesazh të përbashkët. Nga këtu, po i themi botës, Kosova ka njëftuar për liri dhe çlirim. Nuk ishim kriminal, por bie tanë të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë dhëp. I cilësuar si generali i luftës dhe i paqes, protestos ju bashkua dhe ish presidenti Alfred Mojsiu, i cili ndërsa ndau një bisedë me ish krerët e UÇK-s gjatë vizitës së tij në Hag, bëri thirrje të mos lejohet në përkëmbja e gjakut të dëshmorëve shqiptar të rënë për lirinë e Kosovës. Qëndroni të qetë, të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njollat që padrejtisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Ata nuk kanë kryer krime, por kanë bërë detyrën më të lartë të një historia bashkëkohore. Edi Rama nuk mori pjesë në protest për të mos e politizuar, por të vetët I kishte në rreshtin e parë në sheshin Skënderbej. Para se të vinte në pushtet, vetëvendosja Albin Kurtit pati premtuar se do t'i shkrinte dhomat e specializuara, por këtë të premte nuk ishte në shesh, bashkë me Partinë Demokratike të Sali Berishës, I cili nuk heq dorë nga qëndrimi I tij kontrovers ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për këtë një mesazh e kishte Ali Ahmeti, kreu I BDI-s, që ndërpreu fushatën për të ardhur në Tiranë. Ka akoma në mesin tonë që pa vetëdijshëm I shërbejnë agjendave ruso-serbe, në marrëdhënie ndërshqiptare dhe ndjellin ndasi duke shpërndar propagandën dashaqeqe pa qenë fare të vetëdijshëm që po I shërbejnë Beogradit dhe Moskës. Liria e Kosovës nuk është arenë për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është fushë pjellore për ndasi ndërshqiptare. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi prej 5 vitesh po mbahen në dhomat e specializuara në Hag për krime lufte dhe pengim të drejtësisë. Për të gjithë këtë kalvar gjykimi dhe një sër padrejtësish që po konstatohen në Hag, mijëra shqiptar kërkojnë drejtësi për çlirimtarët e Kosovës. Për ta nga Tirana u kërkua që presidentët Bajram Begaj dhe Vjosa Osmani t'i nderonin me urdhrat më të lartë shtetëror për kontributin që kanë dhënë për çlirimin dhe pavarësinë e popullit të Kosovës. Protesta që mbushi sheshin më shumë se një miting elektoral mbajti larg edhe protagonizmin politik, por veteranët e UÇK-s u kujdesën që të mos ndjej mungesa e kryeministrit Rama, një mbështetës I madh I këtij tubimi, duke I bërë atij një dhuratë të veçantë. Berisha dhe Kurti ishin të vetmit në eshtje, por mungesa e tyre nuk u ndjen në sheshin më të madh të kombit, ndërsa aty u dëgjuan veteran të luftës dhe në Kosovë që thanë se ish drejtuesit e burgosur në Hag nuk mund të trajtohen si kriminal, ndërsa UÇK luftoi për lirinë e Kosovës. 17 tetor 2025 do të mbahet mend si një ditë historike për kombin shqiptar. Në sheshin Skënderbej, zemrën e kryeqytetit shqiptarëve, u dëgjuan më tepër zëri qytetarëve se sa fjalimet e politikanëve. Në mbështetje të UÇK dhe ish liderëve të burgosur në Hag, mijëra qytetarë nga gjithë trevat shqiptare u bashkuan protestën pro UÇK, ndërsa vetë protesta e tejkaloi kapacitetet e një mitingu elektoral dhe mbajti larg
edhe protagonizmin politik. Nga Shqipëria, Rama dhe Begaj ja lanë stafetën ish-presidentit 95 vjeçar Alfred Mojsiu të ecte krah për krah me Ali Ahmetin. Presidenti aktual shkroi se UÇK është krenari kombëtare dhe historia s'mund të zhbëhet, kurse Rama reagoi dy herë me fjalë zemre. Megjithatë, në protest, veteranët e UÇK u kujdesën të mos ndiej mungesa e kryeministrit. Të ju bëj një propozim publik. Dhuratë të cilën e pranoi kandidatja socialiste për Tiranën, Ogerta Manasiliu, ndërsa Tauland Balla me deputet socialist që ndruan pranë djalit të Hashim Thaçit. Kurti me Osmanin Heshtje, ndërsa dhe Berisha në të vetën. Alatët e tij Duka dhe Mediu morën pjesë në protest, por për ta kujtuar doktorin në mënyrë speciale, u kujdes Bujar Leskaj. Të Femil Ladrovcit, heroj të Kosovës. Jam së bashku me Ramiz Ladrovcit. Po pra, po ke thyer një urdhër politik për të disatën herë. Kush më eruan për unë? Po në shesh u dëgjuan veteranët e qytetarët. Ish luftari UÇK, Abdullah Veseli, tha për ABC News se mesazhi pro UÇK jehoi më fort nga Tirana si ndaj armiqve të jashtëm dhe atyre të brendshëm. Spori e falenderoj edhe Edi Ramën që ka pranu më mbajt kjo protest këtu, se ne kemi mbajt edhe në Hag, që ta shpionat tonë i që në Hag atje, shpionat shqiptarë, se jo t'i tërkush. Po, desh zoti, drejtësia ka me dalë, s'ka më shkush. Kurse djali ish luftari të burgosur në Hag, Fadil Fazliu, erdhi në Tiranë me shpresën se do e shoh babajin e tij sa më shpejt. Qytetarë të tjerë po ashtu u shfaqën mjaft optimist për mesazhin e kësaj proteste. Ata një zëri kërkuan lirimin e ish liderëve të UÇK të burgosur në Hag, ndërsa propozuan që pas Tiranës protesta të shtrihen edhe në trevat tjera shqiptare. Na shoqatët e dolën nga lufta, nga vështria, kemi organizuar dhe kemi marrë pjesë këtu. Edhe të veshur ushtarak. Po. Edhe kemi qenë në shtatë të UÇK-s. Po, ata janë herojnë tonë. Dhe duhet lirohen. Po, patjetër. Po, liria ka emër edhe janë tri shkronjatarë, dhe më thonë që s'ka kush i manë, pa morë parasysh historia u shumë nërë dhe nuk ka më rishkru. Është kryeqyteti ju në Tiranë, edhe na jem shqiptar, nuk i na shku në Serbi, po në Tiranë, në vend të unë. Ju veç këto është mirë në Shkup, në Malëzit, këtë të rojet shqiptare, këtë do se t'jenë me organizu një kësaj proteste. Protesta zgjati 80 minuta, nisja u mbyll në mënyrë paqësore. Në fund, në nhien e herojit kombëtar Skënderbeu mbeti imazhi i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçit, heroj të gjallë të shqiptarëve. Por edhe agjencitë ndërkombëtare të lajmeve i dhanë zë protestës mbajtur në Tiranë për lirimin e ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mediat e huaja i kanë bërë jehon protestës së madhe që u mbajt në Tiranë në kërkim të drejtësisë për krerët e burgosur të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Associated Press shkruan se qytetarë nga Kosova dhe jo vetëm mbushën sheshin Skënderbej me flamuj kombëtar shqiptar dhe simbole të ushtrisë çlirimtare. Agjencia e lajmeve thekson se protesta u mbështet edhe nga kryeministri Edi Rama dhe qeveria shqiptare në moton Liria ka emër, drejtësi për çlirimtarët. Associated Press shkruan se protesta ishte paqësore dhe nxjerr në pa edhe prezencën e ish-presidentit Alfred Mojsiu, i cili bëri thirrje për drejtësi. Washington Post shkruan se veteranet e luftës së Kosovës dhe mira mbështetës të tyre u mblodhën të premte në kryeqytetin e Shqipërisë në kërkim të drejtësisë. Media amerikane thotë se protestuesit përkrahen Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasnishin dhe Recep Selimin në procesin e tyre në gjykatën speciale, për të cilën thonë se po tregohet e pa drejt. Edhe agjencia e lajmeve Reuters shkroi për mbështetje ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që janë në një proces të tej zgjatur për krime lufte. New York Post nga ana tjetër ndau imazhe nga protesta dhe vuri në dukje se mira njerëz mbushën kryeqytetin e shqiptarisë për të përkrahur Thaçin, Veselin, Selimin dhe Jakub Krasnishin. Pronari i kompanisë Dental Turk është vënë në pranga nga policia e Tiranës, ndërsa në hetim janë vënë edhe koordinatoria e klinikës dhe 2 laborantë. Hetimet zbuluan se klinika ofronte shërbime dentare me produkte të skaduara për të cilat nuk dispononin as fatura zhdoganimi. Sipas policisë, produktet kapnin vlerën e 100.000 eurove.
Prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur 2 mjekë të maternitetit Koço Glozheni për shkak të vdekjes së një foshnje në korrik të vitit 2021. Sipas hetimeve, vdekja e foshnjës erdhi si rezultat i dëmtimeve të rënda gjatë lindjes, të shkaktuara nga përdorimi i një mjeti që përdoret zakonisht në lindjet e vështira. Hetimet ndaj 2 ginekologëve nisën pas denoncimit të nënës së foshnjës. Gjykata e Elbasanit ka dhënë këtë të premte masat e sigurisë për 14 të arrestuarit që u prangosën pak ditë më parë në një lokal në zonën e Bradasheshit. Nga 14 të prangosurit, vetëm për 4 prej tyre u la në fuqi masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa 2 të tjerëve ju caktua arrest në shtëpi. 7 u lanë me detyrim paraqitje, ndërsa të miturit 17 vjeçar, djali i pronarit të lokalit, është lënë pas një masë sigurie. Ka qenë një telefonat në sallën operative të policisë së Elbasanit, e cila ka dhënë informacione se në një lokal në fshatin Bradashesh në pronësi të Taulan Zykollarit ndodheshin persona të armatosur. Nga kontrollet e ushtruara, policia gjeti 3 armë zjarri dhe disa sende të tjera të palishme. Vendimi kushtetueses për përfundimin e mandatit antare Sonila Bejtja ka shqetësuar Sali Berishën, ndërsa mbronte bashorten e drejtorit të televizionit të familjes, kreu i Partisë Demokratike tha se ai nuk po bënte avokati politike, por po mbronte rendin kushtetues. Mazhoranca ndryshon draftin e ligjit për barazin gjinore duke u tërhequr nga fjala që linte hapësirë për gjini të tretë veç burrit dhe gruas. Në 22 amendamentet depozituara për këtë ligj, ka tërheqje jo vetëm nga gjinia e papërcaktuar, por edhe nga terma të tjerë që zvendësohen me trajtim të barabartë mes grave dhe burrave. Projekt ligji më parshëm i shumë diskutuar, kishte ngjallur reagime të forta si nga shoqëria civile, ashtu edhe nga komunitetet fetare. Mazhoranca ka bërë një hap pas në lidhje me projektligjin për barazin gjinore, duke tërhequr termin gjithëpërfshirëse, që linte hapësirë për identitetet të tjera gjinore përveç burrit dhe gruas. Kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Tauland Balla ka dorëzuar në Kuvendin e Shqipërisë 22 amendamente, duke propozuar që në ligj të njihen vetëm 2 gjini, burr dhe grua. Ndryshimet prekin gati çdo nen të projektligjit, duke hequr terma si identitet gjinor, shprehje gjinore dhe diversitet gjinor, që më herët ishin përfshirë në draftin fillestar të propozuar për konsultim publik nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në nenin e parë, fjalia pavarësisht përkatësisë gjinore zëvendësohet me formulimin e ri, trajtim të barabartë mes grave dhe burrave, ndërsa në nenin 4 hiqet çdo referencë ndaj diversitetit gjinor. Po ashtu në nenin 10, që lidhet me gjuhën e ndjeshme gjinore, largohet termi gjithëpërfshirëse. Sipas mazhorancës, ndryshimet synojnë ta bëjnë ligjin më të qartë dhe të zbatueshëm, duke rikthyer tek koncepti tradicional i familjes shqiptare, duke i mbyllur rrugën çdo keq interpretimi në publik. Projektligji më parshëm kishte ngjallur reagime të forta nga shoqëria civile dhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare, të cilët e konsideronin draftin si një kërcënim për familjen tradicionale dhe si një hap drejt normalizimit të ideologjive gjinore të huaja për shoqërinë tonë. Propozimet e qeverisë do të rikthehen edhe një herë për diskutim në komisionet parlamentare, ndërsa më pas pritet votimi përfundimtar në parlament. Mirë, me mua në studio është bashkuar avokati i njohur zoti Idet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma dhe kënaqësi si gjithmonë që jeni me mua në ora e fundit. Po, kënaqësia është e imja, Emiliano. Avokat, çfarë mesazhi dhanë sot shqiptarët në mbështetje të Hashim Thaçit dhe liderëve të tjerë të UÇK-s kundër dhomave speciale të Hagës? Po, ishte një protest faktikisht e vonuar, do thoshja unë, e vonuar sepse duish bërë me kohë, po gjithsesi pas asaj që u bë në Prishtinë, pas protestës në Hagë, kjo protesta sot e Tiranës ishte eveniment i jashtëzakonshëm, do të thoshja unë, sepse duam apo nuk duam ta pranojmë, kombi shqiptar u bashkua në Tiranë, u bashkua për një qëllim të madh. Dhe qëllimi i madh i tyre ishte e para që liria e Kosovës, pavarësia e Kosovës dhe lufta e drejtë që bëri ushtria qëllimtare e Kosovës, e cila e solli këtë liri dhe pavarësi kundër genocidistëve serbë,
është një ndër epopet më të lavdishme të kombit shqiptar. 3 luftrat mëdha faktikisht ka bërë kombi shqiptar dhe i ka fituar. Është lufta e Vlorës, e cila u fituan 1920-ën, është lufta antifashiste nacional çrimtare, është edhe lufta e ushtrisë çlimtare të Kosovës, e cila solli lirinë dhe pavarësinë e Kosovës pas mbi 100 sa vjet pushtim, genocidim, vrasje, krime njerëzore e tjera që ka bërë Serbia. Ju keni shumë të drejtë kur i përcaktoni edhe këto fakte historike, por avokat, pse në Hag nuk po bëhet drejtësi, pse po baltoset lufta e UÇK-s, dhe mbi të gjitha pse viktima po shitet si agresor? Problemi është që ne kemi 2 armiq të mëdhenj shekullor të kombit shqiptar, ata që na kanë coptuar, ata që nga 84.000 km2 që kemi qenë, na ka katandisur 28.000 këtej, edhe 6.000 e ca, andej në Kosovë, dhe na kanë darë në 5 shtetet ndryshme. Dhe këta janë serbo-rusët, kryesorët, por kanë patur edhe miqësi të mëdha me Europën, dhe këto miqësi, ata mundohen, këto miqësi të vjetra, ata faktikisht i shfrytëzojnë edhe sot. Gjykata speciale e Hagës që është krijuar dhe që po gjykon këta 4 heronj, në fakt është pjellë serbo-ruse. Dikush thot, por e votoi Parlamenti i Kosovës. Edhe ajo, këta që janë sot atje në Hag, pikrisht dhe këta e kanë votuar. Është e vërtet që këta e kanë votuar se në radhë parë ishte presion i madh ndërkombëtar, po dikush do të thotë që mos ta hanin presionin, po edhe kjo është një argument që mund të qëndroj, por jo vetëm ishte presion ndërkombëtar, por nga mënyra se si u ngrit dhe për çfarë u ngrit kjo gjykat, kur u tha që kjo gjykat do të shkyrtoj krimet monstruoze që pas kanë bërë UÇK-ja dhe udhëheqësit e saj, me ta shtuquajtura transplant organesh në shtëpinë e Verdhë, në Shqipëri, atje në një cep të matit, dhe kur u bën kaq shumë akuza që ishin makabër dhe ato zunë vend në Këshillin e Europës, atëherë nuk ngeli alternativë tjetër për Parlamentin e Kosovës dhe për këta që ishin pushtet, përthaqin me shok, se sa ajo që duam ta pastrojmë veten dhe juve hetoni, gjykoni dhe pastaj i vendosni për të punë. Po sot gjitha këto akuza kanë rënë, ndërkohë që heronjt, siç me të drejtë ju i cilësoni, vjojnë të mbeten në burg. Po pikërisht, pra kjo gjykat, megjithse u krijua për këtë qëllim që unë thash, edhe me gjithë që u miratuan në Kosovë, që të bënte pikërisht të funksion, se për këtë këtu ishin akuzat, ajo devijoi nga linja kryesore e saj, devijoi nga ligjshmëria, ka devijuar deri në shkallën sa e shkthyer në një gjykat fashiste, kaluar fashiste madje, sepse u ka mohuar këtyre udhëheqësve të lartë të UÇK-s të drejtat themelore të njerëzit. Ato që ja garanton edhe Konventa Europiane për liritë dhe drejtat e njerëzit për një proces rregullt ligjor. Ato që kanë grumbulluar prokurorët e ashtu quajtur të kësaj gjykate dhe që kanë futur në dosje, ato janë akte të disa kriminalëve të luftës. Janë 3 institucione serbe, dhe të 3 këto institucione serbe, na Ministria e Brendshme, ajo e shërbimit të fshet, dhe ajo e Ministrisë Mbrojtjes, domethënë të luftës të Serbisë, të 3 ata që kanë nënshkruar dokumente dhe janë futur në dosjen e Hagës si fakte gjoja që tregojnë se pas kanë bërë krime lufte udhëheqja e UÇK-s, të 3 ata u dënuan nga Haga, janë dënuar në Haga si kriminal lufte. Dhe kjo gjykat e Hagës po merr tani në shqyrtim, a janë të besueshëm kriminalët e luftës dhe ti ato të dhënat kriminalëve të luftës që vetë i dënove me burgime të rënda, ti ato po përdor sot si prova për udhëheqësit e UÇK-s. Ajo doli nga binarët, ajo gjykat, dhe me që doli nga binarët dhe
nuk po zbaton as një standard të një procesit rregullt ligjor, sepse nuk dihet me çka kodi po gjykon. Thuhet që është gjykat speciale që e miratoi Parlamenti i Kosovës, por nuk është në Kosovë, po është në Hag. Po çdo në Hag, ajo duhet të ishte në territorin e Kosovës. E dyta, e ka krijuar Parlamenti i Kosovës, po s'ka një prokuror apo një gjykatës shqiptar në këtë gjykat. Po qysh me miratuam ne kur ne nuk pas kemi një gjykatës në të. Është një gjykat që nuk di me çka kodi, po gjykon. Në rast se ka krijuar ajo Parlamenti i Kosovës, ashtu si kurse SPAK-u jon, ashtu si kurse Prokuroria e Përgjithshme jona, ashtu si kurse Këshilli i Lartë Gjyqësor, i ledeja e tjera, japin llogari para Komisionit Ligjor dhe para Parlamentit të Shqipërisë. Kjo gjykate e Hagës specialja që u krijuan me votat e Kosovës. Ku jep llogari kjo? Për atë proces që e ka çuar 5 vjet. Për atë proces që ka 5 vjet që i mban të arrestuar. Ku ka bërë vaki që të rri 5 vjet me mas arresti, me burg? Si e llogaria Gjakundi? Edhe pse nuk e llogari Gjakundi, prandaj ne jemi vërsulur në sheshe e në rrugë, prandaj u vërsulëm sot edhe në sheshin Skënderbej, në gjithë kombi shqiptar kudo që ishim, për t'i thënë që po shkelni çdo lloj standardi, kjo nuk është gjykat juridike, po është një gjykat speciale politike serbo-ruse që do të njollosi ushtrinë çlirimtare të Kosovës, do të njollosi udhëheqësit e saj të lartë, do të njollosi ata që shpallën pavarësinë e Kosovës dhe ja dhan pavarësinë Kosovës, me qëllim që serbët nesër të thonë, çfarë republike është Kosova? UÇK-ja është burg, udhëheqësit e saj janë burg, janë terrorista. Atëherë i keni dhënë pavarësinë një organizate terroriste në një kohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO edhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian e kanë thënë që ushtria çlirimtare e Kosovës ishte ushtri çlirimtare, luftoi për vatrat e veta, luftoi dhe mbrojti popullin e vet dhe luftoi për krah NATO-s dhe ne nuk përkrahim kurrë në kurrës një organizat terroriste NATO-a edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por sot avokat UÇK-ja mbi të gjitha ka bashkuar kombin në Tiranë, të gjithë pro UÇK-s, përveç se Berishës dhe Kurtit. Pse? Problemi është që për Kurtin e kemi thënë që ai për pushtet e shet shtetin. Edhe realisht e ka shitur dhe pavarësinë e Kosovës për pushtet, për të marrë ca vota. Dhe ka bërë dhe gabime nga më fatalet për të marrë vota. Gabime të tilla sa nuk i dhimbset atia, edhe nuk i është dhimbsur realisht ai unitet që duhet të ekzistojë, që ne jemi një komb, ne jemi shqiptar si për te i drinit edhe këtej, si Kosova dhe Shqipëria, ne jemi një, jemi shqiptar, dhe nuk na duhen përçarjet. Ai herdi bëri përçarjen e madhe në zgjedhjet tu në Shqipëri duke ngritur deg në favor të Sali Berishës, na Gjirokastra në Himar, në Tiranë, e gjithandej me ca bashkibozuk që prurit vendosjes këtu, e konkuronte që të hiqte pushtetin Ramës e të jepte Berishës. Dhe vazhdoi mëtej. Sot avokat një mesazh të fortë dhanë veteranët e UÇK-s teksa e konsideruan kryeministrin Rama si shqiptarin e shqiptarve, nga ana tjetër Albin Kurtin duket se e kupton vetëm Berisha. Po faktikisht ati i ka hedhur trut e gomarit Berisha. Ai ende nuk po kupton që mendja e Berishës e largoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Berisha mbasi u shpall vetë non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai do që edhe Albin Kurti të shpallet e njëjta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e largoi tmerrsisht prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse e ka larguar edhe nga Europa. Ka vendosur embargo Europa për Kosovën. Në një kohë që embargo duhet vendosur agresorit, Serbisë, gjenocidistëve, vrasësve të Shqipërisë, të Kosovës dhe të shqiptarëve të saj, dhe jo viktimave të saj, e ka ta ndisi në këtë farfeje, sepse Albin Kurti nuk po kupton një gjë që është thelbësore. Pushtetin sot e ke, nesër nuk e ke. Po kombi shqiptar është i përjetshëm dhe kombi shqiptar të mban mend për veprat e mira kombëtare që bën dhe jo për bashkëpunimin me bashkibozukët
si që janë këta Serbët e Tiranës me Sali Berisha në krye, dhe Sali Berisha ka arsye të dalin protest. Si do të dalin protest a i? A i mori misionin që ta shkatroj Shqiprin dhe kombi shqiptar. Mori misionin dhe e beri në kone dur që kur doli UÇK-ja e quajti organizat terroriste, e quajti pjell të së keqes dhe që duhet luftuar kundër UÇK-s. A i është personi pra që çështjen kombëtare shqiptare e varrosi me shkatërimin atë gjitha anët të Shqipërisë, me shkatërimin e ushtrisë, me shkatërimin e ekonomisë, me dobësimin e Shqipërisë deri në këtë farfeje. Pse? Po sepse dihet, erdhi si misionar, edhe misionar do t'ishte, domosdo, se t'jeç me baba serb, edhe t'jeç dhëndër serb, sepse gruaja ti është serbe, dhe kjo nuk është thash e them, po e di një kombi tërë, e di një popull i tërë, e di dhe ata që e votojnë. Kush është Slobodanka që e ndroi emrin në liri, dhe çfarë njerëzish të vetë ka ajo të lidhur me Slobodan Miloševićin, duke filluar më të fundit me Fazlićin, e me Lazarovićin, e me kriminal të tjerë të mëparshëm të saj. Pra, në një situatë të tillë, nuk ka si të vi Saliu në protest, po mua më erdhi mirë sot, se në atë protest aty pati mjaft nga ata që i kthyen krahët këtij serbofilit Tiranës, Sali Berisha, dhe erdhën protest, deputet të Partisë Demokratike. Më erdhi shumë mirë kur pash deputetin e Partisë Demokratike të Vlorës atje, ish kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit, edhe bërtiste më shumë nga të gjithë të tjerët atje, UÇK, liri për udhëheqësit e UÇK-s e tjera me radhë, dhe si ai pati plot njerëz të tjerë që e braktisën këtë farë të keqe, të cilët çdo gjë duan, por Serbin nuk duan të largojnë nga Tirana. Avokat, teksa Tirana zgjodhi sot UÇK-n, Florian Binaj duket se ka zgjedhur Berishën, duke zbatuar urdhrin e tij, ndryshe nga shumë deputet të tjerë që ishin. Sot Florian Binaj kishte mundësinë për ta treguar veten që është vërtet i pavarur. Nuk e bëri një gjë të tillë pasi nuk ishte prezent në këtë protest. Por avokat, pse Berisha nuk e la të lirë edhe në një ditë si kjo? Po Berisha nuk e la të lirë për këto arsye që unë ju thash. Dhe nga ana tjetër, vetë Binaj nuk është i lirë sepse është i varur nga Saliu. Saliu e ka varur Binaj siç varet ai qengji atje tek shtylla për 2 kemësh edhe i rjep një lëkurën. Dhe Binaj është i tillë, pra, e ka varur tek shtylla Saliu, e vari që kur e morin punë atje dhe jepte shumë atë jashtëzakonshme, lekësh atje mbante mirë, e majmi mirë tek syri i Çimit edhe i Zenit, edhe me lekët e syrit dhe të Zenit, ai bëri dhe të maskaradën me Erion Velin, që futi tek pirenjët e veta në emision atje Gabrielin e Italis, që e pagoj mirë Zeni që të shpifte, të thoshte që jam takuar me Erion Velin, edhe po ky e bëri aferën e inceneratorëve, se donte t'i blinde në Rumani e tjera me radhë, dhe pasaj ky Gabrieli, kur nuk mori lekët aty nga Çimi edhe nga Zeni, tregoi të vërtetën pastaj, por aman këtë nder në thonjza, Saliut edhe Shkel Zenit, ja bëri pikërisht Binaj atje me emisionin e vetë të syri. Dhe Saliu ja dha shpërblimin Binajt. I tha komediani, i tha kapter, do më thënë, policie, i tha dhe si kapter policie, komedi do të ktheju, se këshu e ktheve, kam parti familjare, tha dhe kjo parti vetëm mua mbron, s'ka këtë mbroj tjetër kjo. Edhe, hajde tani, hithe dhe ti vallin e policit aty, edhe konkuro, do më thënë, për të siguruar humbjen e radhës. Kështu që s'kishtit vinte Binaj, sepse Binaj është vegla qorre e Shkelzen Berishës dhe Sali Berishës, dhe ata e komandojnë atë, ata ja kanë hedhur frerin dhe ata e lëvizin natë duan vetë ata. Por ama duket se në Allëmat Berishën e ka futur edhe mbarimi i mandatit të Sonila Bejtes në gjykatën kushtetuese. Pse, avokat? Sepse Saliu e di që mbi të rëndojnë akuza nga më të rëndat dhe këto akuza po konkretizohen tani me gjykime. Gjykimi i parë është
thuaj se e ka marrë rrugën, si që është afera e kompleksit Partizani, është i bindur që pasaj po vjen Jesenjanari, po vjen vrasjet masive që ka bërë, po vjen vrasjet e haklajve, po vjen vjedhja e bankës së Shkodrës për llogarit ti, po vjen aferat e Fazliçit 105 milion euro për llogarit ti, edhe po vjen mjaft aferat të tjera, dhe ai për t'i shpëtuar burgut përjetshëm mendon fundin e tia. Fundi ti thot është që kur t'i kaloj tëra këto gjykata, do kërkoj antikushtetueshmërinë e vendimeve të gjykata kushtetuese. Dhe atje raportin thotë e kam favorin tim me këtë bejtjen. Duke ikur kjo, e di që i humbi shumicën dhe ndaj ulërina e i tani për heqjen e saj, sepse si që ka kapur edhe disa në SPAK, si që ka kapur edhe gjykatën e kundër korupcionit dhe krimeve të rënda, disa gjyqtar atje edhe drejtusin e saj, si që ka kapur edhe në apel të GKK-os, si që ka kapur edhe në gjykatën e lartë, disa Benjamin që ka vetë, a i do të kapi dhe gjykatën kushtetuese. Si i ka kapur, duke ju bërë presione apo me para? I ka kapur se i ka emëruar, i ka kapur se i ka me dosje, i ka kapur sepse di sa milion kanë vjedhur këta gjyqtar që kanë vajtur deri në gjykatën e lartë, edhe deri në gjykatën kushtetuese, edhe deri në gjykatën edhe qa krime kanë bërë vetë gjyqtarët aty të ajo GKK-oja e famshme, apo ndonjeri dhe atje prokuror i SPAK-ut, edhe se si ka ardhur në detyrë e tjera me radhë, i ka me dosje, plus që është i të mërshëm për të kompromentuar. Nëse sulmon atë gjyqtaren që keni par juve që ka kanosur deri dhe me vdekje atë edhe tani shpif nda Irena Gjokës, pikërisht edhe asaj, ajo nuk e di se ka marrë vesh, por i ka dërguar 5 milion euro për ta korruptuar. I ka dërguar sekserin njerëzve të afërt që mundet të ndikonin tek ajo, edhe kur ata i kanë thënë që tek ajo sa afrohesh dot me maskarallëqe të tilla, atëre me që nuk e ngri ajo rrëshfetin e korrupsionit Saliut, ajo është vërsullu tani e shikoni video qarë, nuk le gjë pa punuar. 5 milion euro ka dashur që të mos merrte masën e arrestit të shtëpis, që ta blinde këtë gjyqtare. Edhe sulmet që i bën janë pikërisht vetëm në të linjë, se ajo nuk ishte e kësaj rrugë, ishte rrugës ligjit, e rrugës të drejtës, e rrugës të paraardhësve të saj, edhe bravo i qoftë që zbatoj atë rrugë. Avokat, ishte kënaqësi. Kënaqësi ishte për mua, faleminderit. ABC News.al është ndërkohë adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale dhe po në koreale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë natën e mirë.